Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vunën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njihe pejgamberin alayhi salatu wassalam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek kapitulli i 40 ku autori pra Imam Tirmidhiu na flet për ibadetet apo adhurimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në këtë kapitull Imam Tirmidhiu i ka sjell plot 26 hadithe. Dhe është një prej kapitujve më të gjatë që e gjejmë tek libri i tij, pra virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjitha këto hadithe janë të veçanta për formën apo për kryerjen e namazit të natës të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe jo që gjithë këto hadithe kanë të bëjnë për gjitha veprat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra autori e titulloi ibadetet apo adhurimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam pra gjatë natës. Dhe shumë e rëndësishme ditë se çfarë do thotë fjala ibadet. Pra në terminologji fjala ibadet është njëshmëria e Allahut të lartësuar, ndërsa është njëshmëria dhe nënshtrimi i Allahut të lartësuar, ndërsa në kuptimin fetar është skajshmëria e përuljes ndaj Allahut së bashku me dashurinë dhe nënshtrimin ndaj tij. Po ashtu Ibn Taymija kur tregon definicionin e ibadetit apo të adhurimit, thotë se ibadet është emër përmbledhës i të gjitha veprave të shfaqura apo të fshehura që i don Allah i lartësuar dhe është i kënaqur me to. Pra ky është edhe definicioni i adhurimit. Namazi i natës, o vëllezër, ka qenë obligativ për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe i dërguari i Allahut asnjëherë nuk e ka lënë pa e falur namazin e natës. Qoftë duke qenë në shtëpinë e tij apo edhe kur ka qenë mysafir pra në udhtim, i dërguari i Allahut gjithherë dhe gjithmonë ka bën namaz natë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i urdhëruar prej Allahut të lartësuar për të ngritur dhe për të bërë namaz natë, sikurse thot i Madhi Zot te surja Muzammil ajeti prej nishit 3 deri në 3, o ti i mbuluar, pra o Muhammed, qohu të falësh gjithë natën përveç një pjesë të saj që është gjysma ose diçka më pak. Ndërsa se i përket umetit të tij, falja namazit të natës nuk është obligative, pra është sunet. Pra nuk është obligim i joni për të ngritur dhe për të bërë namaz natë, mirë po është namaz nafile. Është sunet dhe vepër e pëlqyer. Mirë po një gjë duhet me ditë, sepse namazi i natës apo namazet nafile janë plotësues të namazeve të mbetura të tonat apo namazet nafile, pra i fshin mëkatet e vogla të robit, që do të thotë se kërkohet dhe preferohet që të bëjmë namaz natë, pra të ngritemi dhe të bëjmë namaz natë duke e kapur sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Namazi natës, o vëllezër, zemrën e besimtarit e bën më të fortë. Por vetëm që e bën zemrën e besimtarit më të fortë, besimtarin e bën që ai pra ton ditën të jetë më aktiv dhe më relaksues. Pastaj e bën besimtarin që ai të flet vetëm se fjalë të vërteta dhe e bën besimtarin që ai pra të jetë më i përkushtuar në adhurimet ndaj Allahut subhanahu taala. Dhe ju e dini se më i përkushtuari dhe ai që më së shumti e ka pas frikë Allahun e lartësuar ka qenë vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai më së shumti ka promovu pra të drejtën e Allahut të lartësuar. Dhe autori e vëllezër e fillon pra këtë kapitull të adhurimeve me hadithin 261 nga Mughira ibn Shobe, i cili thot se i dërguari i Allahut pra ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra tregon Mughira se ka fjetur derisa janë ajtur këmbët. Pastaj vazhdon duke thonë, dikush i tha, o i dërguari i Allahut, pse po e ngarkon aq shumë veten tënde kur Allahu i ka falë mëkatet e kaluara dhe ato të ardhshmet. I dërguari i Zotit i është përgjigjur duke thonë, atë mos jam rob falëndërues. Pra Mughira ibn Shobe radiallahu anhu tregon në këtë hadith se sa gjatë është falur pejgamberi alayhi salatu wasalam.
Dhe sa gjatë ka lexuar Kur'an pejgamberi alayhis salatu wasalam, derisa këmbët e tij janë ejtur gjatë qëndrimit të tepërt namaz. Derisa i dërguari Allahut, siç kanë ardhur transmetimet, për një rekat namaz natë ka lexuar surën Bekare të kompletuar, ose Ali Imranin apo surën Nisa. Pra, komplet një sura apo dy sure i ka këndu vetëm një rekat. Sa ka qëndruar në këmbë, ka qëndruar aq gati edhe në ruku dhe në sejdë. Pra, kështu ka bo i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dikush prej sahabëve i ka thonë të dërguarit të Zotit, Muhamedit alayhi salatu wasallam: O profeti Allahut, përdesa ty Allahut i ka falë mëkatet e kaluara dhe mëkatet e tanishme, pra të ardhshme. Andaj, atëherë pse po e mundon veten kaq shumë? Pra, aq shumë po bën namaz derisa këmbët e tua po të ajtën, ndërsa ti je i falur për mëkateve. Sikurse që ka ardhur në Kur'an, na thot i Madhi Zot tek sura Al-Fath, ajeti 1 dhe 2, thot i Madhi Zot, e që është për qëllim pra falja e mëkateve të pejgamberit alayhis salatu wasallam, të mëdhajat dhe të voglat. Thot i Madhi Zot, ne të dham ty një fitore të qartë, e që është për qëllim marrëveshja e Hudejbijës, për t'i falur ty Allah gabimet të mëparshme dhe të ardhshmet. Pra, përderisa ti tu kanë falë mëkatet, pse po e mundon veten tonë? Pse po falësh atë shumë sa që po të ejën këmbët e tua? Pra, pejgamberi alayhis salatu wasalam i përgjigjet këtij sahabiu duke thonë: a mos t'jem unë rob falendërues, përderisa mua Allah mi ka falë mëkatet e kaluara dhe të tanishëm? A mos t'jem unë rob falendërues karshit Madhit Zot për këto gjëra që ai ka bën ndaj meje? Pra, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, siç kanë thonë ulemoja, ai nuk ka pasur asnjëherë mëkate të mëdha. Mund të ketë patur mëkate të vogla, ose të mos ketë patur hiç. Mbi të gjitha, pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë robi i cili më së shumti e ka adhuru dhe më së miri ka ditë me falendëru dhe me madhru Allahun subhanahu wa taala. Pra, përderisa i Madhi Zot ja ka dhonë gjithë këtë mirësi të madhe pejgamberit të Zotit, andaj i dërguari Allahut këtë mirësi dhe këtë dhunti të Allahut karshit tij është mundu ta kthej në formën më të mirë të mundshme, duke falendëruar Allahun e lartësuar me namaz natë. Andaj, falënderimi i Allahut subhanahu wa taala fillimisht o vëllezër bëhet me zemër. Pra, duke ditur dhe duke i njohur mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj me gjuhë, duke falendëruar dhe duke e lavdruar Allahun e lartësuar për ato mirësi, dhe pastaj me gjymtyr, pra duke bë namazin sikurse e ka bë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, të jetë falënderimi i Allahut nga ana e robit i kompletuar me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyr, me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyr. Pra, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, në këtë hadith i ka përmend dy nivele që janë nivele shumë të larta, të cilat duhet mi pas secili rob i Zotit, secili besimtar. E para, robi duhet jetë rob nënshtrues dhe adhurues ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe niveli i dytë duhet jetë rob falendërues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra, një nënshtru Allahut në atë që të ka urdhëruar dhe me falendëruar Allahun për ato mirësi dhe begati që i Madhi Zot të i ka dhënë. Dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse që e dini, ai ka qenë njeriu që më së shumti e ka pasur frikën e Zotit dhe më adhuruesi dhe më falendëruesi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj, falja namazit të natës prej nesh, nëse ne mundohemi me falë namazin e natës dhe me goditur sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, sikurse është falë i dërguari Allahut, kjo duhet bëhet nga ana jonë duke mos u bezdisur në qëndrim të gjatë. Pra, mos na kap mërzia që po falimi qatë shumë gatë dhe mos të lodhemi gjatë faljes së namazit të natës. Nëse prezent është lodhja dhe nëse prezent është mërzia, atëherë nuk preferohet për besimtarin që ta zgjat namazin e natës, pra të lexon shumë prej Kuranit, por të falet asa ka mundësi, të falet më shkurt dhe mos tjetë i bezdisur dhe mos tjetë i mërzitur dhe mos tjetë i lodhur. Sepse
ka ardhur një hadith që e transmeton Aisha radhiyallahu anha, ku i dërguari i Zotit thot, hadithi është tek Imam Buhariu, bëni punë të mira aq sa keni mundësi. Bëni punë të mira aq sa keni mundësi, sepse Allah nuk mërzitet nga ju derisa ju të mërzituni prej veprës tuaj. Derisa ju të mërzituni nga vepra juaj. Pastaj thot i dërguari i Zotit, sepse namazi më i dashur te pejgamberi alayhis salatu wassalam është ai që bëhej vazhdimisht, edhe nëse ishte i pakët, ai nëse falte ndonjë namaz vullnetar, ai e falte në vazhdimsi. Pra këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu. Për atë edhe Ibn Hajeri, komentuesi i librit të Imam Buhariut, pra kur i komenton dhe i shpjegon hadithet e Imam Buhariut në Fathul Bari, thot te fjala e pejgamberit të sahabiut që tregon se të dërguarit të Zotit ju ka ndajtur këmbët për shkak të qëndrimit të gjatë dhe leximit të shumt në namaznate, ka thonë është për qëllim se pejgamberi alayhis salatu wassalam asnjëherë nuk është lodh dhe asnjëherë nuk është mërzit nga adhurimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut të lartësuar. Por nëse kjo ka ndodhur që me dëmtu trupin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai nuk është mërzit prej adhurimit dhe nuk është mërzit nga nënshtrimi, sikurse e argumenton Ibn Hajeri me një hadith tjetër të pejgamberit të Zotit që transmetohet prej Enesit radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për profetin e Zotit, se i dërguari i Zotit ka thonë, kënaqësia dhe prehja e shpirtit tim është në namaz, pra është në të bërit namaz. Ndërsa ai i cili friksohet, pra prej nesh, se nëse zgjat namazin e natës, nëse jemi prej tyre, nëse zgjat namazin e natës shumë, dhe kjo mund të arqon tek lodhja, dhe pastaj të mos të ketë mundësi më ngritë dhe me falë namazin e sabajt, apo me bezdis ajo vepër, atër ai nuk duhet me detyru vetën e vetë mu falë ka gjatë namaznate. Por falë ashtë sa ka mundësi. Më shkurt, po duke e lavdru dhe falendru Allahun dhe jo duke lodhur dhe u mërzitur për këtë vepër që e bën për të madhin Zot, sepse i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra na thot hadith, bëni punë të mira aq sa keni mundësi, pastaj e vazhdon i dërguari i Allahut duke thënë sepse Allah nuk mërzitet nga ju derisa ju të mërziteni nga vepra e juaj, pra nga ajo punë që ju po e bëni. Dhe pastaj autori i vëllezër e sjell hadithin 262 dhe 263, të cilët janë po të njëjtët hadith të lartë përmendur, pra atë mos jam rob falendërues, pra kur i dërguari i Allahut i është përgjigjur pra këtij sahabiu dhe nuk kena nevojë për shpjegim, kështu që edhe autori pra nuk e ka shpjeguar këtë hadith për shkak se është shpjeguar më lart. Hadithi 264 që Imam Tirmidhiu e sjell në këtë kapitull transmetohet prej Aswad ibn Yazidit, i cili ka thonë: e kum pyet Aishën, pra nënën e besimtarëve, gruan e pejgamberit alayhis salatu wassalam, se si ka fal namaz natë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot Aisha, i është përgjigjur duke thonë: flinte në pjesën e parë të natës, pastaj zgjohej dhe fale. Në kohë të syfyrit falte vitrin, pastaj kthehej në shtrat. Nëse ndjente nevojë për marrëdhënie intime, i afroi gruas së vet. Kur e dëgjonte ezonin, ngritej me shkatësi, nëse ishte gjynyp, lahej, e nëse jo, atër merrte abdest dhe shkonte për të falur. Para Jezidi e ka pyet Aishën radhiyallahu anha se si ka qenë forma e namazit të natës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për këtij hadithit kuptojmë dëshirën e madhe të sahabëve, po ashtu edhe të selefit, të parëve tonë të mirë, për ta ditur dhe për ta kuptuar dhe për ta goditur formën e namazit të natës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sepse pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kushtohet me njohjen dhe udhëzimin dhe metodën e tij. Pra kur ti dëshiron me pasu profetin, duhet me ditë se a ka bëu këtë vepër pejgamberi sa apo jo. A e ka dashur këtë vepër i dërguari i Allahut apo jo. Pra kjo është kusht. Për me pasu pejgamberin duhet me ditë metodën, pra udhëzimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe Aisha radhiyallahu anha i përgjigjet dhe i thot se i dërguari i Allahut ka flet në pjesën e parë të natës. E që është për qëllim, masi që e ka fal namazin e yatsis, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ra me tjetë.
Dhe ju e dini ne i kena përmend derset e kaluar se është e urrëtur me fjet insoni në kohën e mas akshomit deri në kohën e yacis. Pra i dërguari i Allahut e ka urrëtur në gjë të tillë. Nuk e ka bë dhe nuk e ka pëlqyer. Pastaj, sikurse që nuk pëlqejet njëjtë edhe me ne të zgjuar pas namazit të yacis. Na e kena përmend se i dërguari i Allahut nuk ka qëndruar pas namazit të yacis. Nëse ka qëndruar me arsye, duke bisedu me gratë e tij, kur e kemi treguar hadithin e gjatë të Aishës radhiyallahu anha, që tregon për ato 12 gratë të cilat janë taku dhe kanë folur për burrat e tyre. Pra, është hadithi i Ummu Zarrit, pra i dërguari i Allahut, kur ka, edhe nëse ka ndajt natën, ka nejt pra ka bisedu me gratë e tyre, apo sikurse që kemi treguar në derset e kaluar. Pra, momentin kur i dërguari i Allahut ka fal namazin e yacis, edhe i dërguari i Allahut ka ra dhe ushtri për të fjetur, dhe kjo është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe pastaj i dërguari i Allahut, siç tregon Aisha radhiyallahu anha, është zgju. Dhe zgjimi i tij prej xhumit ka qenë në gjysmën e natës, sikurse ka ardhur hadithi i Ibn Omerit radhiyallahu anhu, që tregon Ibn Omeri se i dërguari i Allahut ka thonë namazi më i dashur tek Allah është namazi i natës. Duke vazhduar duke thonë, pra namazi i natës më i dashur tek Allah është namazi i Davudit, dhe agjërimi më i dashur tek Allah është agjërimi i Davudit alayhi salatu wasalam. Vazhdon i dërguari i Allahut duke treguar, ai flinte gjysmën e natës, pastaj falej në 1/3 dhe flinte në 1/6, si dhe një ditë agjeronte dhe një ditë hante ushqimin, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu. Davudi alayhi salatu wasalam, sikurse edhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kanë praktikuar këtë formë të namazit të natës, duke e ndarë natën në 6 pjesë. Pra 3 pjesët e para të natës ka fjetur i dërguari i Allahut, që i bie gjysma natës. Pastaj është zgjuar dhe ka bërë namaz në pjesën e 4 dhe në pjesën e 5 të natës. Pastaj ka fjetur dhe pastaj në pjesën e 6 natës, pra është zgju dhe ka fal namazin e vitrit. Dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra pas namazin të syfyrit, do të thonë ka fal namazin e vitrit, dhe pastaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pushu pak para se me orë namazi sabat. Na e kena përmend se i dërguari i Allahut, masi që ka fal vitrin, para namazit sabat, o shtre dhe ka pushu. Pse e ka bën një gjë të tillë? Për shkak që me i dhon forcë, pra me pas forcë dhe fuqi dhe energji për të ngritur dhe për të falur namazin e sabat. Po ashtu e kena tregu, kem thonë se nëse njeriu nuk është i sigurt se mundet me zonë xhumi dhe mos mund ngrit namaz sabat, nuk të shtrehet me pushu. Por nëse ka dikon afër që e ngrit për namaz sabat, atëherë lejohet për të me pushu. Dhe pastaj Aisha radhiyallahu anha tregon se në kohën e syfyrit e ka fal vitrin. Pra vitrin e ka fal i dërguari i Allahut në pjesën e 6 natës. Pak para sabat i dërguari i Allahut e ka fal pra vitrin. Pastaj është kthyer në shtrat, nëse ka pas ndonjë nevojë, pra marrëdhënie intime me gratë të tyre, i është afru grave të tyre. Dhe kur e ka ndëgju ezonin për namaz sabajt, është ngrit me plot vullnet, me plot ambicie të larta për me fal namazin e sabat. Pra kur e ka ndëgju muezinin duke thirrë ezonin, nëse ka qenë gjunup, thotë Aisha, është la dhe është pastru, nëse jo, atëherë thotë ka marrë abdes dhe ka shku me fal namazin e sabat. Ky është një prej haditheve që tregon pra formën e faljes së namazit të natës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj autori i vëllezër na sjell hadithin 265 që transmeton Abdullah ibn Abbasi, pra djali i migjës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thot: një natë kam shku dhe kam fjet tek tezja ime Meimune. Meimune ka qenë tezja e Ibn Abbasit, Abdullah, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe thot, kam ra një stek të njëjtë me pejgamberin e Zotit. Kurse i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka flet për sëgjati, pra të jastëkit, ndërsa ky me një skejt të jastëkit. Thot, fjeti i dërguari i Allahut deri ka gjysma natës, pak më parë ose pak më vonë, pastaj është zgju. I ka fërku syt,
duke e largu gjumin prej tij, dhe pastaj thot i ka këndu 10 ajete të fundit të surës Ali Imran, pastaj është ngrit, ka marr abdes prej enës apo prej asoj lëkure e cila ka qenë e varur në mur, dhe pastaj ka fillu me bo namaz. Abdullah ibn Abasi radhiyallahu anhu vazhdon duke tregu dhe thot: unë ngrita edhe unë dhe unë dala pranë tij, dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam e vendosi dorën e djathtë mbi kokën time, pastaj më kapi dhe më tërheqi për veshin e djathtë, i fali 2 rekate i dërguari i Allahut, pastaj i ka fal 2 rekate tjera, pastaj 2 rekate tjera, pastaj 2 rekate tjera, pastaj 2 rekate tjera. Transmetuesi Imani thot 6 herë i ka fal i dërguari i Allahut nga 2 rekate, pastaj i ka fal namazin e vitrit. Dhe pastaj është shtri i dërguari i Allahut, dhe kështu ka vazhdu i shtrim pejgamberi alayhis salatu wasalam derisa ka thirr muezini për namaz, është ngrit, kur ka këndu muezini ezonin, i ka fal 2 rekate të shkutra, pastaj ka dalë dhe ka fal namazin e sabat. Edhe ky hadith është prej haditheve të sakta. Ibn Abasi radhiyallahu anhu ka qenë shumë i ri në moshë, dhe një prej transmetuesve më të mëdhej të haditheve të pejgamberit, dhe një prej atyre i cili ka qenë komentuesi më i mirë i Kuranit, sepse i dërguari i Allahut është lutur për to duke thonë: o Allah, mësoja me kuptu fen. Ka bo dua i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhu. Me plot dëshirë dhe me plot vullnet, edhe pse i ri në moshë, ka dashur me ditë dhe me mësu formën e faljes së namazit të natës të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Edhe me kënaqësi të plot ka shku tek tezja vjet Meimune dhe ka bujt në shtëpinë e pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe ka fjet me një stok me pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhis salatu wasalam. Dhe kur i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka pa, domethënë dëshirën e madhe të Abdullah ibn Abbasit për të kuptuar formën e faljes së namazit të natës, dhe i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pra e ka afru dhe e ka marrë që të flenë së bashku me të në një dhomë, bile dhe me një jastëk. Dhe tregon Abdullah ibn Abbasi se unë thot e kum vendos kokën time për sëgjërin në jastëk, ndërsa i dërguari i Allahut së bashku me tezën time Meimunën e kanë vendosur në skajën tjetër të jastëkit, pra kokat e tyre, dhe qëllimi kryesor ka qenë që ai me pa se si i dërguari i Zotit po e bën namazin e natës. Në disa transmetime ka ardhur o vëllezër se Ibn Abasi i thot tezës së tij Meimunës: nëse më nxen mu xhumi më ço, se po du me pa dhe po du mu fal me pejgamberin alayhis salatu wasalam. Nëse më nxen xhumi me çupe xhumit. Mirë po dëshira madhe e Abdullah ibn Abbasit me pa pejgamberin e Zotit si e po namazin e natës dhe mu fal së bashku me to, ai nuk ka fen, do thonë nuk ka pas nevojë që tezja e tij, pra gruaja e pejgamberit alayhis salatu wasalam, me zgju Abdullah ibn Abbasin prej xhumit. Ky hadith i pejgamberit alayhis salatu wasalam është edhe një prej haditheve që tregon modestinë e madhe të pejgamberit alayhis salatu wasalam me shokët e tij dhe modestinë e madhe që ka pas i dërguari i Allahut me gjithë umetin e tij. Sepse i dërguari i Allahut i ka këshillu shokët e tij dhe umetin e tij me këshilla të sinqerta prej zemrës, sepse ka dashur për të tjerët atë që ka dashur për veten e tij, për veten e tij. Dhe në jetën kohë ka qenë dëshira madhe sahabëve për të parë nga afër se si i dërguari i Allahut ka bë ibadet Allahun e lartësuar natën, sepse ditën ata e kanë pa. Por se dëshira e tyre flat ka qenë me pa se si e madhronte dhe adhuronte Allahun e lartësuar natën, me qëllim që dhe ata me praktiku një vepër të tillë. Dhe thot Abdullah ibn Abbasi, i dërguari i Allahut thot ka ra në gjysmën e natës, pastaj është zgju, i ka fërku syt, kështu që me qëllim me largu xhumin prej tij, se në momentin kur njeriu i fërkon syt, mo nuk kotet ai, dhe e merr një farë force dhe e merr një farë vullneti që me pas dëshirë për me bë namaz, për me bë namaz nate. Dhe pastaj thot ka recitu 10 ajete të fundit surës Ali Imran. Do thonë i dërguari i Allahut kur është ngrit për me fal namazin, i ka recitu 10 ajete të para të surës Ali Imran, dhe nëse i kthehemi
ne dhe I lexojmë vetët ajetet e para të surës Ali Imran, shohim to mrekulli të shumta. Aty gjejmë se si njeriu duhet të madhron dhe falendron Allahun e lartësuar, se si njeriu duhet të jetë bëmirës ndaj gjithë atyre që Allah ja ka dhënë robin. Dhe aty e gjejmë se si njeriu duhet të madhron Zotin e tij, dhe aty i gjejmë se nëse njeriu është neglizhent karshi marrëdhënieve të Allahut të lartësuar, e pason dënimi I Zotit, por nëse është për atyre që I vepron urdhrat e Allahut, do të gjen shpërblimin tek Allah subhanahu wa taala. Për atë dhe I dërguari I Allahut fillimisht I ka lexuar këto ajete dhe pastaj është ngrit dhe ka filluar me faljen e namazit të natës. Andaj prej sunetit të pejgamberit të Zotit është që kur të ngritemi ne për të bërë namaz natë, është mirë pra me fillu me 10 ajetet e para të surës Ali Imran, sepse vërtet ata përmbajnë udhëzime të mëdha që njeriu ta kupton dhe të di se si me madhru dhe si me falendru Allahun e lartësuar. Dhe thot Ibn Abasi, pastaj u ngrit dhe mori abdes prej lëkurës, e cila aty ka qenë uji I ruajtur dhe e varur në mur, dhe ka fillu mu fal pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe thot Abdullah ibn Abasi, unë ngrita dhe unë dala para tij dhe pejgamberi I Zotit e vendosi dorën e djathtë mbi kokën time, pastaj më ka kap thot për veshi dhe më ka tërheq shumë lehtë, sepse ka qenë në anën tjetër dhe e ka kthy, e ka qit në anën e djathtë. E ka kap për veshi dhe e ka qit këtu. Më thonë, nëse janë vetëm 2 persona bëjnë namaz, më thonë jeti dikush ka ardhur dhe të ka dalë në anën e majt, e kthen dhe e qet në anën e djathtë. Nëse vjen pastaj edhe I dyti, që dën mu lidh mas teje, që I bie tash janë 3 persona, ai duhet me shku në anën e majt. Në anën e majt. Kur shkon në anën e majt, pra imami e sheh. Nëse ka vend me ec përpara, shkon imami përpara dhe bëhet saf. Nëse imami nuk ka mundësi me ec përpara, ata që janë mrapa ti shkojnë mrapa. Këta që janë djathtë në shmajt shkojnë mrapa. Nëse është mundësia me shku mrapa. Nëse nuk është, kështu vazhdon safi dhe kështu vazhdon edhe përfundimi I namazit. Në disa transmetime që ka ardhur prej Abdullah ibn Abbasit, I cili thotë se pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka bë këtë me mua, pra e ka qit dorën e djathtë kokën time dhe më ka tërheq lehtë për veshi, me mlagu prej sirës natës. Se u kon natë, u ka pas dritë sikurse që kemi shtash. Me qëllim që ka thonë që unë t'jem shumë ma afër ti, dhe kur është ma afër ti, ai ndjen edhe më shumë namazin edhe afërsinë me pejgamberin dhe nuk ka më frikë, sepse është afër të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prej këtij hadithi që I dërguari I Allahut e ka kap Abdullah ibn Abbasin, prej anës majt e ka qit nonën e djathtë, dietarët kanë thonë prej këtij hadithi përfitojmë se lëvizjet e lehta në namaz lejohen dhe nuk e prishin namazin. Sepse kështu ka vepruar I dërguari I Allahut, e ka kap Abdullah ibn Abbasin, prej kësaj e ka qit këne. Edhe insoni nëse lëviz në gjatë në shmajt përpara për mrapa, por duhet me pas parasysh me kon drejtim të kiblës dhe jo jashtë kiblës, sepse prishet namazi, por duhet me kon drejtim të kiblës, mu bë këto lëvizje. Pastaj thotë I ka fal 2 recate, pastaj 2 recate, pastaj 2 recate, pastaj 2 recate, pastaj 2 recate, pra I ka fal 12 rekate të ndara nga 2 rekate. Pse I ka përmend 12? Për me tregu numrin e recateve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe thot pastaj është shtri, sikurse që treguam në hadithin e lartë përmendur, se I dërguari I Allahut në pjesën e 6 të fundit natës ka ra me fjet me qëllim që të jetë I pushuar për mu ngrit dhe me fal namazin e sabah. Dhe pastaj thot ka vazhdu duke qëndru I shtrir për të pushuar derisa ka thirr muezini për namaz. Pra derisa ka ardhur Bilali dhe ka thirr namazin, e ka thirr ezonin për me fal namazin e sabat. Ka thonë, është ngrit I ka fal 2 rekate të shkurtura. Pra I ka fal 2 rekate të shkurtura masi që ka thirr ezoni sabat. Ku I ka fal I dërguari I Allahut? I ka fal në shtëpi. Pra është sunnet që kur të nin ezonin e sabat, mi fal 2 rekate të shtëpia, pastaj mu nis edhe me shku në xhami me fal namazin e sabat. Pra, prej sunnetit të pejgamberit Zotit është që kur insoni mas ezonit të sabat, don mi fal 2 recate, duhet mi fal 2 recate të lehta dhe 2 recate të shkurta, se kështu ka bëj I dërguari I Allahut. Por çfarë ka kënduar I dërguari I Allahut në këto 2 recate? Ka këndu në recatin e parë surën El Kafirun.
Në të dytin e ka këndu el Ikhlas, kul huwallahu. Të parin e ka këndu kul ya el kafirun, dytin e ka këndu surën Ikhlas, kul huwallahu. Dhe ky ka qenë zakoni i pejgamberit alayhis salatu wassalam, e ka hapur ditën e tij me këto dy sure, pra me dy lloje të tauhidit njëshmërisë, siç kanë thonë pra dietarët, e ka hapur me tauhidin praktik, që është sura al-Kafirun, pra distancimin nga çdo gjë që adhurohet posa Allahut, pra njësimi dhe madhrimi në Allahun e lartësuar, sikurse që i dërguari Allahut pra e ka hapur me tauhidin teorik, pra me tauhidin e diturisë, që është sura Ikhlas, pra aty pra përmendën emra dhe cilësitë e Allahut, dhe pastaj i dërguari Allahut ka dalë dhe e ka fal namazin e sabat. Po ashtu i dërguari Allahut o vëllezër, kur është ngrit për me fal namazin e natës, pra e ka fillu me 2 sure, me 2 recate të lehta të shkurta, dhe i ka këndu këto 2 sure, pra surën Kafirun dhe Ikhlas. Pastaj autori na sjell hadithin e 266 nga Ibn Abasi, i cili thotë se pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka fal 13 recate. Namaz natë, 13 recate. Pra, tham fillim se autori i ka përmbledh të gjitha hadithët që tregojnë për adhurimin e pejgamberit alayhis salatu wassalam në namaz natë. Pra, si është fal dhe sa recate i ka fal pejgamberi alayhis salatu wassalam natën. Ky hadith është argument se i dërguari i Allahut nga gjatë natës i ka fal 13 recate, duke ashtu dhe vitrin. Më thonë 13 recate me gjithë vitër. Sikurse që ka ardhur hadithi i Aishës që tregum se i dërguari i Allahut i ka fal 9 recate. Apo kemi transmetim se i dërguari i Allahut i ka fal 19 recate. Pra Aisha tregon 19. Ka transmetimi tjetër që i dërguari i Allahut i ka fal 9 recate. Pra gjitha këto hadithe janë të sakta dhe dietarët kur i kanë shpjegu numrin e ndryshëm të recateve në namazin e natës të pejgamberit alayhis salatu wassalam, kanë thonë se i dërguari i Allahut ka njëri ka fal 13, ka njëri ka fal 11, ka njëri ka fal 9. Gjitha këto kanë thonë kanë ndodhur në varësi të kohës dhe në varësi të gjendjes se si ka qenë pejgamberi alayhis salatu wassalam, për ndonjë shkaqe apo për ndonjë arsye që i dërguari i Allahut i ka pas, edhe ai pra ka falur nga njerë 13, nga njerë 11, nga njerë 9. Pra, hadithi Aishës radhiyallahu anha, që tregohet se pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka fal 11 rekate, ajo nuk i ka llogaritur 2 recatet e lehta që i dërguari i Allahut i ka fal në fillim të namazit natës. Dhe nuk ka kur një farë kundërshtimi me hadithin që janë përmend 13 recate, se del e njëjta. Pra nuk i ka përmend Aisha radhiyallahu anha 2 recate të fillimit të namazit të natës, me të cilat e ka fillu i dërguari i Allahut shkurt dhe lehtë. Dhe hadithin e parafunit, që është hadithi 267, përsëri transmetohet prej Aishës se i dërguari i Allahut ka thonë, Aisha e cila thot, kur pejgamberi alayhis salam nuk falej natën për shkak të xhumit apo kotjes, atëherë i ka fal gjatë ditës 12 recate. I ka fal gjatë ditës 12 recate. Edhe ky është një prej argumenteve që namazi i natës nuk është obligim për umetin, por se ka qenë obligim për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Pra ky hadith tregon se pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk e ka fal vitrin gjatë ditës, se tham i ka fal 9, i ka fal 11, i ka fal 13. Ndërsa këtu po thotë i ka fal 12 recate. Pse? Sepse nëse i dërguari i Allahut ka fjetur, ose e ka nxon kotja, siç ka në hadith, dhe nuk ka mund ngrit me bë namaz natë, atëherë e ka kompenzu ditën në kohën e para ditës, në kohën e namazit të duas. Dhe i ka fal tash 12 recate, jo 11, i ka fal 12 recate, duke mos e falur vitrin. Pse? Sepse vitri nuk falet ditën, por vitri falet natën, le të jetë namazi juaj i funit tek vitër. Domethënë ditën nuk falet vitri. Nëse ti ka ik namazi i vitrit, edhe e fal ditën, nuk e fal nëse ke pas zakon me fal 1, e fal 2, me fal 3, i fal 4, e pas zakon me fal 5, i fal 6, e kështu më radhë. Nga ky hadith po ashtu përfitojmë se nëse insoni nuk zgjohet për namaz natë, këto rekate i fal nga perëndimi i diellit deri para namazit të drekës, sikurse përmendëm, nëse njeriu e ka pasur zakon me fal namaz natë 7 recate, atëherë
ai në namazin e paraditës pra në kohën e namazit duas i fal 8 rekate, nëse i ka fal 5 rekate, do më thonë me gjithë vitër, atër namazin e paraditës i fal 6 rekate, pra në varësi të traditës së tij të namazit të natës, ai cili e vepron një gjë të tillë, pra që e ka pas tradit me fal namaz natë dhe i ka ikur për shkak të xhumit apo për shkak të lodhjes dhe i kompenzon gjatë ditës kohës së namazit të paraditës pra duas, llogaritet tek Allahu i lartësuar sikurse të ketë fal namaz natë, sepse ka qenë për atyre që ka bo namaz natë. Dhe hadithi i fundit për sonte, se thamë se është një prej kapitujve më të gjatë që do ta vazhdojmë pjesën e dytë në dersin e radhës inshallah, është hadithi 268 nga Ebu Hurajra, i cili tregon se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë: kur dikush prej jush zgjohet natën për të falur, atëherë thotë let e fillon namazin e tij me 2 rekate të lehta dhe të shkurta. Pra këto 2 rekate të lehta, të shkurta janë si hyrje të faljes së namazit të natës dhe e fillon shkurt, lehtë, që këto 2 rekate pastaj këtij më dhon vullnet dhe me pas energji që pastaj me vazhdu dhe me fal edhe më tepër rekate të namazit të natës, sepse kështu ka vepruar i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra e ka nis namazin e natës me 2 rekate të lehta, ka këndu surën Kafirun dhe Ikhlasin, po ashtu dhe i dërguari i Allahut e ka nisur edhe ditën me 2 rekate të lehta, momenti kur e ka ndëgjuar ezonin e Bilalit, pra i dërguari i Allahut e ka filluar me 2 rekate të lehta. Sallallahu alaihi wasallam. Ky është dersion për sonte. Allah i shpërbleft, na boni halal se pak e zgjatë mirë po dasht për shkak me përmbledh. Allah ju nderoft.